Gjiri Porto Palermos, një nga gjirët e bukur që ka Shqipëria, po cilët janë plazhet më interesant nga pjesa e Porto Palermos edhe deri në Palas. Jam në kthim tani se në ardhje isha nga Palasa për në Porto Palermo. I gjithë gjiri është mbushur me anije, pra me po e quaj barka, jahte, të gjitha për masave, deri në bankinën e famshme dhe Kalan, që është ndoshta gjëja më e bukur që Shqipëria ka në këtë zonë. Deti është i jashtëzakonshëm, i gjithë i blu dhe i kaltër në afërsi të brigjeve. Nuk e di nëse Armandi afrohet dot pak më shumë te kjo t'ju tregoj se çfarë plazhesh të virgjëra ka në këtë pjesë. Më pas do i bëj një tur të vogël të gjithë plazheve që ndesh rrugës. Pra unë po e bëj nga Porto Palermo drejt Palasës, por njëkohësisht dhe e kundërta, ja dhe një tjetër jahtë. Në fund është baza ushtarake e Porto Palermos, një nga bazat ushtarake që se thuash asnjëherë nuk u përdor tamam. Është koha më e bukur në fakt për plazh tani, për të vizituar këto plazhe. Porto Palermo, ndryshe nga plazhet e tjera të jugut, është thuajse e shkret, pra ka shumë pak njerëz. Shiheni këtë plazh. Shiheni tani çfarë ujë që ka. E shiheni si plazhi është i gjithi i shkret, edhe plazhi tjetër atje dhe më tutje. Pastaj uji është vështirë të gjesh ujë me këtë kaltërsi kudo në botë. Shiheni. Mos më thoni që s'është një nga gjërat më të bukura që mund të shohësh. Porto Palermo është gjë i mbyllur, i mbrojtur, edhe çunat po hidhen. Porto Palermo është gjë i mbyllur, kështu që nuk ka probleme asnjëherë me erën, me po quaj dallgët, është gjithmonë në zonë mbrojtur, por cilët janë? Nga këtu, po i përmend shkurt dhe pastaj ti shohim. Menjëherë mbas Porto Palermos vjen gjiri i Filikurit, ku duhet zbresësh me litar, është vetmja mundësi për të ardhur. Mbas Filikurit vjen, po e quaj, zona më e bukur pra këtu përpara vjen edhe gjiri i Llamanit. Filikuri, Llamani, vazhdon pjesa e Himarës, Livadhi, shkon më pas në zonën e Jalës, G5, vazhdon pastaj në plazhin e Dërmiut, Trimadhesit dhe shkon në Palas. Do janë plazhet kryesore, po midis tyre ka gjire të jashtëzakonshëm, si ky mbas shpinës time. Ja të shohim tani, t'ju tregoj një pjesë sa po dalim nga pjesa e Porto Palermos. Kjo është pjesa e plazhit të Llamanit, cili është direkt mbas shpinës time. Llamani është plazh fantastik. Tani jam duke ecur në det dhe ka pak dallë, ka pak det. Shiheni pjesën e Llamanit. Është një nga plazhet i cili rreth 5-6 vjet më parë, një foto e varkës si po dilte nga plazhi i Llamanit u postua si foto e ditës në New York Times, edhe bëri shumë bujë. Kjo është pjesa që kufizon Llamanin dhe që lidh me pjesën tjetër, me pjesën e Himarës, ndërsa përballë fare është Jala, në fund në majën tjetër është Palasa, po vazhdoj akoma edhe jet ski-t. Janë të huaj në fakt, pjesa më e madhe që bëjnë Shqipëria të gjë që se bëjnë dot në Perëndim. Në det, në këtë kohë është fantastike, mund të marrësh një prej varkave që lëshojnë pikat e qendrave sportive. Gjëja më e mirë është që ti ta shohësh bregdetin e jugut nga varka, edhe një herë. Pra këtu jemi në pjesën që kufizon Porto Palermon, plazhin e Llamanit mu përballë meje. Këto janë bunkerët e famshëm, po në zonën e Himarës. Himara është mbrapa Kodrës dhe pastaj vazhdon tutje Jala. Ne jam fiks përballë Himarës. E shihni mbas shpinës time është Himara, që t'ju tregoj më saktë. Ja, ballë për ballë është Himara e re, zona Potamit, ndërsa vjen në këtë drejtim është pjesa e portit, ja dhe Himara.
Me njerë pasaj vjen Himara e vjetër sipër Kalaja, edhe plazhi i Livadhit. 2 plazhe ka Himara, pra plazhin e Potamit edhe të Himarës qytet. Ke parasysh që Himara qytet fillon diku nga 1920-a, Himara e vjetër shtum në Kodër, mbi plazhin e Livadhit e gjitha. Poshtë është plazhi i Livadhit dhe ai është plazh shumë i bukur. Pastaj vjen me radhë Jali, mbas Jalit është Gjipea, mbas Gjipes vjen Dërmiu, Drimadhesi edhe pjesa e Palasës, ndërkohë Mundçini dhe Bunojnë në maj të malit. Është pjesa më e bukur, thash, ta shohësh Bregdetin nga pjesa detare, edhe uji është jashtëzakonisht i pastër, është ngjyra blush fantastike, sidomos në ditë që janë me diell, dhe ti mund ta shohësh gjithë. Mund të jetë një nga vijat e rralla bregdetare të gjithë globit, ku deti i gjithi kufizohet nga male, pra nuk ka fush, nuk ka plazh mbrapa, ka vetëm detin, plazhin dhe malet. Madje mali i Çikës, sipas asaj që kam thënë një prej emisioneve të mia, është maja më e lartë që bie pik në det në zonën e Palasës në të gjithë Europën. 1800 ca metra është mali i Çikës që bie poshtë. Thash, dhe kjo është gjithë pamja. Ky është uji kujdetit që kemi, Armandi, që ka 33 vjet që merret vetëm me skafe dhe me det. Është nga Novosela dhe ka nisur që i vogël. Shiheni Mandin çik. Bëjmë me dorë Mandi. Përshëndetje dhe Mandi. Ja dhe pjesa tjetër. Këtu jemi mu përballë plazhit Livadhit edhe kalas Himarës. Edhe kjo është zonë shumë e bukur. Kjo është pjesa më e bukur e Dërmiu tjetër, vila e kryeministrit, edhe gjithë pjesa e këtu është nga zonat e rralla që ka mbetur akoma e pa ndërtuar. Ai është Green Face në Palas. Dhe janë akoma plazhet e vetë të gjëra që kanë